Një mërgjimtar I Çajlës me punë në Gjermani ka vendosur që pikërisht në natën e Kadrit, kur të gjitha veprat shumëzohen me 1000 muaj, të dhuroj pako humanitare për 20 familje në nevojë. Në fakt, ky donator është I rregullt në bamirësi, ndërsa vetëm gjatë Ramazanit ka dhuruar 2 herë pako humanitare për nevojtarët. Edhe ky aksioni është besuar Sinan Elezit, I autorizuar për menaxhim me ndihmat, I cili në këtë natë të madhe I falenderon të gjithë ata njerëz bujar të cilët kanë mundësuar që gjatë këtij muaji të Ramazanit asnjë familje të mos ketë brengën e furnizimit. Sot është një dhuratë piçale një donatori që punon Minhen. Ki është dita herë që jep për këtë muaj në shenjtë Ramazanit. Unë personalisht I falenderoj këtij bamirësit që gjithmonë ka qenë afër nevojtarëve. Sot është dita notë e Kadrit, kjo ditë është sa 1000 muaj. Edhe unë vu falenderoj gjithë dhe bamirësit këtë ditë, këtë notën e Kadrit, se sot është një ditë që dahan e ne për këtë dinjojnë tjetër. Prandaj, gjithë dhe bamirësve që kanë dhënë këtë muaj në shenjtë të Ramazan. Zoti va pranof sadakajnë, Zoti vu dhash net, lumturi, bereqet, familjet ative dhe Zoti vu dhash edhe nevojtarve. Në fakt, kësaj bamirësie I ka paraprir një aksion tjetër shumë gazmor. Një mërgjimtar tjetër nga Gjermania, vëlla me donatorin e lartë përmendur, ka dhuruar pako të Bajramit për të gjithë nxënësit e shkollës fillore të Çajlës. Sot kina pas edhe një aksion, njëjti është donator pi Minheni, edhe ki është gjithmonë bamirës I rregull, ki ka dhënë dhurata për këtë muaj në shenjtë të Ramazanit për nxënësit e shkollës, që t'i gëzojmë, që tërkush vadhurone, shkolla vadhuron, edhe ati bamirësit I dëshiroj një që pranone këtë pasunej, që ka dhënë këtë tribut, që ka gëzohu fëmijët këtë muaj në shenjtë të Ramazanit, Zoti ja pranov sadaka dhe I dhash net, bereqet, lumturi, familjes ati dhe gjithve bamirësve që kanë dhënë këtë kontribut të muajit të shenjtë të Ramazanit. E në ndërkohë shton Elezi, krahas pakove humanitare, ka edhe të moshuar apo të sëmur që nuk kanë mundësi të përgatisin vetë. E për ta, në mënyrë të rregullt është të siguruar ushqim I gatuar në kuzhinë për gjatë gjithë Ramazanit. Ky ushqim më pas atyre ju është dërguar deri në shtëpi dhe kjo është bërë me kontributin e donatorëve anonim.